Mirë, kthehemi dhe flasim pas debatit shumë interesant dhe të fortë, që sigurisht ka dhe nota politike brenda lokale. Por sigurisht momenti i firmosjes këtij bordi, çka kemi firmosur në këtë bord, dhe e dyta, patjetër që ky bord i paqe, nëse nuk është një alternativë në EKB-s, sigurisht është një sfidë që presidenti Trump dhe Amerika e re e tij ka ndaj temi institucioneve tjera. Më pak ndoshta ndaj NATO-s, po më shumë ndaj Bashkimit Evropian, ku siç e tha ambasadori në fund në konferencën e Muniut, Marco Rubio, pra sekretari i shtetit, dha mesazhe të fisht, ata që do jemi gjithmonë pranë dhe afër, por jeni ju që do përshtateni ndaj nesh dhe jo ne ndaj jush, apo jo ambasador, nëse ju citova në mënyrë korrekte. Eugenia, problemi është shumë i thjeshtë. Ne si kom jemi të rrethuar nga fqinj jo dashamirës. Po, patjetër. Dhe le të themi nga viti 98 këtej, 99 këtej, sigurisht kjo balancë ndryshoi me ndryrimin e NATO-s, dhe themi shkëputjen e Kosovës nga Jugoslavia dhe më pas shpalljen e pavarësisë së saj etj. Kujtojmë kush e njohën parë, Amerika e njohën parë, Turqia e dyta, Shqipëria e treta, pastaj gjithë vendet perëndimore njohën pavarësinë e Kosovës, përveç 5 vendeve që ne i dim tashmë për arsyet e veta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Pra le të themi, siguria për ne është një element jetik në këtë moment turbulliri, apo turbulliri globale. Themi konflikti që kemi 2 orë larg, Ukraina, Rusia që është në kulmin e saj, le ta themi. Është në kulmin e vet. Sot Rusia po imponon një zgjidhje për Ukrainën. Nuk është Ukraina që po imponon një zgjidhje të konfliktit. Dhe patyshim, siguria për kombin ton me 2 shtete cilat ende përpoliten drejt stabilitetit, Kosova por dhe Shqipëria, me një Maqedoni të Veriut ku faktori shqiptar ka situatat e veta jo dhe fort mira, sigurisht siguria është element shumë i rëndësishëm. Në këtë sens njerëzit thotë, "Ok, dakor. Kush është siguria jon është Amerika." Si ta presidenti Trump, zonës Osmani, prej telefonit, po të ngacmoj njëri. Edhe pse po e devulgarizoj pak. Nga ana tjetër, për ardhmja jonë është në Bashkimin Evropian. Ka një rrugë të mesme? Debati i djeshëm në Tiranë me Saulan Ballës dhe Ati Gelerit, Gjermanit, Gjera Lafi, Gjermanit tjetër, ishte pikërisht për bordin e paqes. Pikërisht. Unë do të thoja që po t'i shikojmë të dyja, SBA-t dhe Bashkimin Evropian, për Shqipërinë është e qartë, nëse do ta marrim dhe në nivel të dokumentave strategjik, si strategjia e sigurisë kombëtare apo plani afatgjat i zhvillimit, që janë dokumentet kyçe që përcaktojnë orientimin ton, orientimi strategjik i cili patjetër ka në fokus sigurinë e vendit, është ai ka SBA-ve drejt Amerikës dhe jo Bashkimi Evropian. Kjo për një sër çështjesh, vetë perceptimi për sigurinë në Bashkimin Evropian apo në kontinentin Evropian ndryshon. Kemi vende neutrale, kemi vende të cilat nuk duan të angazhohen dhe të bëhen pale aleancave të ndryshme, ndaj edhe për Europën vetë nuk është e qartë një politike jashtme. Dhe në këtë kuptim, Shqipëria ka zgjedhur drejt dhe është rrjeshtuar drejt ka SBA-s. Nëse vim tek bordi i paqes, unë do të thoja që Shqipëria ka patur një alternativa, pa jo e mesmja e ardhë, që unë do të thoja me shumë guxim dhe me një integritet politik, e shikoj tek figura e Melonit, e cila nuk e vendosi Italinë të bëj pale bordit paqes, po zgjodhi të ishte patjetër si vëzhguese, si observer. Dhe mendoj që edhe ne nëse do ta kishim elaboruar dhe menduar ndoshta pak më gjatë, mund ta kishim zgjedhur një rrugë të tillë ku Shqipëria dhe të ishte pjesë, por të kishte një pozicion ndoshta pak më neutral, sepse pikpyetja më e madhe që un kam është pikërisht çfarë do japi Shqipëria, dhe me një president si Trumpi ku duhet të paguash për të qenë pjesë e tavolinës, duhet gjithmonë të kemi të qartë nëse ne do të shojmë. Po çfarë do t'japim, çfarë do t'ofrojmë? Forcë ushtarake, kapital human, pajisje, 4-5 vende, 2 ishte Shqipëria dhe Kosova. 2 ishte Shqipëria. Deri tani është deklaruar Indonezia si vendi i cili do të çojë boots on the ground, pra ushtar në Gaza. Po, presidenti e pa deklaruar i pari. Pikërisht, ai e deklaroi i pari. Megjithatë, duke e parë Shqipërinë të vendosur në këtë bord paqe ku 2 vendet, le të themi pjesë e Aleancës Transatlantike, Bullgaria dhe Hungaria, janë të vetmet, le themi nga ky kontinenti apo Bashkimi Evropian, edhe Rumania. Mendoj që do duheshim të kishim bërë një hap pas, ka thënë jo, patjetër. Dhe duhet ta kishim menduar ndoshta pak më gjatë këtë gjë. Ishin të pranishëm, po ndoshta si vëzhgues. Mund të kenë marrë vendimin për të qenë vëzhgues apo për të qenë pjesë.